Dyshimet tona janë që ka një bashkëpunëtor prikatuni që mund ta ketë bërë këtë veprim, do kërkim që ky person. Gjykata e Dibrës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg pa afat për dy vëllezërit Klodian Krusa dhe Klement Krusa, të dyshuar si autor të vrasjes së Artur Leshi, ngjarje ndodhur në vitin 2018 në Bulqiz. Vendimi u mor pas seancës së vlerësimit të masës së sigurisë, ku prokuroria paraqiti indicie të forta se dy vëllezërit kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në krimin e rënd. Ata u arrestuan një ditë më parë në Gjirokastër, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e tyre policia sekuestroi armë, zjarre dhe municion luftarak. Në vijim, Lulzim Leshi, vllai i viktimës, ka ngritur akuza të forta ndaj ish gruas dhe ish kunatës së tij, si edhe ndaj dy kushërinjve binjak, Klodian dhe Klement Krusa. Ai pretendon se dy vëllezërit kishin lidhje me zhdukjen dhe vrasjen e Artur Leshit dhe se pas ngjarjes nisën të bashkëjetonin me gratë e familjes së tij. Sipas tij, gratë kishin dijeni për atë që kishte ndodhur dhe u larguan menjëherë pas zhdukjes së viktimës. Krimi u zbardh pjesërisht në dhjetor të vitit 2018, kur trupi i pajeti Artur Leshit, 31 vjeç, u gjeti qelluar me 3 plumba brenda një tuneli në fshatin Gjuras, rreth 9 muaj pasi ishte raportuar i zhdukur. Edhe pse kanë kaluar vite nga ngjarja, çështja mbetet ende e pazbardhur plotësisht, ndërsa familjarët dyshojnë se vrasja ishte e organizuar dhe me përfshirje të personave të afërt.